Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. E ftuar e sotme është politikane, një nga të vetmet që nuk ka asnjë droj të flas me mediat dhe t'i përgjigjet çdo pyetjeje. Mënyra se si zgjedh të përballoj sulmet është e drejtë për drejtë edhe pa asnjë kompleks, edhe kur deklaratat janë përtej politikës dhe prekin të qenit grua. Për ne që jemi një programi pa mësuar shumë me politikën, ajo është një deputete që na ka kuriozuar shumë. E qetë, e vendosur, e angazhuar me kauzat e saj në një mënyrë që ne do ta shpjegojmë edhe gjatë programit, sot vjen në Living Day për të treguar më shumë për veten. Kam kënaqësinë të ftoj deputeten e Parlamentit Shqiptar, Sara Mila. Sara, përshëndetje, mirë se vjen në Living Day, çfarë kënaqësie të mirëpres. Faleminderit shumë. Ne kemi edhe hall make-upi, kështu që por pak puthje larg televizive. Puthje televizive. Por do të jepja një puthje me shumë dashuri që ke pranuar ftesën të jemi përballë në këtë bisedë. E di se nuk e dashur për një kohë të caktuar që të dalësh përpara kamerës dhe të tregosh shumë për veten tënde. Megjithatë, pyetja e parë do të na çojë menjëherë në zemër, në brendësi të shtëpisë dhe të familjes tënde. Ti je nëna e një vajze 3 vjeçare. Si ja ke treguar ti, si ja shpjegon se çfarë pune bën mami? Kam përshtypjen që ajo e ngatron pak nëse unë vërtet merr me politik apo me media specifikisht, sepse punën e mamit e quan një vend ku unë dal dhe ajo më shikon televizor. Pra mami del në televizor. Mami del në televizor deri këtu jemi, që nuk më pëlqen fare të më shohin televizor edhe këtu jemi. Ndoshta pak edhe prej mungesës, në përgjithësi ajo më sheh nëpërmjet televizorit kur unë nuk jam vetë fizikisht aty, ndaj edhe emocioni i saj i parë është refuzimi. Nuk pëlqen që të më shohi. Unë përpiqem shumë t'ja shpjegoj, absolutisht nuk mund t'ja shpjegoj politikën, ama kam gjetur një fjali tipike ku i them Krena, mami bën një punë që ndihmon njerëzit. Dhe ajo më thot, mos i ndihmo njerëzit, mami ndihmo Krenën. Zemra vogël. Është pikërisht në atë fazën ku do gjithçka për vete, mamin e do shumë për vete. Mirë, po jam përpikur pak të luaj me idenë që mami punon shumë, mënyrë që të garantoj një jetë të mirë, edhe ti të mundesh të kesh më shumë lodra, të mundesh të kesh më shumë udhëtime, sa ajo pëlqen shumë të udhtoj dhe të frekuentoj kopshte zoologjike, janë të preferuar edhe saj, dhe mendoj që bëj një lloj kështu shfaqësimi dhe justifikimi, duke i thënë, e kam një histori të vogël në fakt me këtë, dhe është e kënaqësi. Se lidhet shumë pastaj edhe me këtë formatin tim që dal dhe pëlqej të mbroj vajzat, edhe mendoj që akti im në vetvete është një akt rebelimi ndaj një strukture që funksionon më shumë për meshkujt, politika në vetvete. Dhe duke qenë vajzë e re dhe duke qenë grua, më duket sikur po bëj një akt të mirë edhe për vajzat tjera që të më ndjeken. Përfshir këtu dhe vajzën time pa diskutim. Patjetër. Dhe një ditë në mëngjes përpara se ta dërgoja në kopësht, po ja shpjegoja edhe një herë këtë situatë, që mami shkon në punë, që të kemi shumë të ardhura, që ne të mundemi të shkojmë ke kopshti zoologjik, po mos shko në punë, tha. I thash, po do shkoj se nëse nuk shkoj në punë, ne nuk kemi para. Mos ki merak, tha se ti je babi. Dhe kur më tha se ti je babi, thash në rregull Sara, nuk e bën një punë shumë të mirë. Duhet të bëjmë më tepër punë. Sepse vajzat akoma në ADN-n shqiptare janë të mendimit që garantori në shtëpi është kryesisht babai, është kryesisht burri, absolutisht respekt për gjithë ata baballar dhe burra që bëjnë punën e tyre me shumë përkushtim dhe janë shtyllë fort në familje, mirë po, kauza ime qëndronte në vend tjetër dhe nuk kam arritur akoma të bind vajzën time, Bruna. Dal nga dal. Vajza është ende e vogël, jam e bindur se duke parë modelin tënd do ta mësoj natyrshëm këtë gjë. Kur Krena të shikon në televizor, kush po e mban? Kush kujdeset për të? Të dyja mamat, gjyshet. Të dyja gjyshet, se as gjyshe nuk ju them dot se këto gjyshet sot nuk ngjajnë fare si gjyshe. E vërtet. Janë gjyshe nga gjyshet tona. Edhe mamaja bashkëshortit ngjajnë shumë të reja. Edhe ndonjëherë vjem në siklet kur më duhet ju referohem si nëna apo si gjyshja. Megjithatë ato kanë qenë një ndihmë shumë e madhe. Patjetër dhe bashkëshorti ka bërë pjesën e vet. Absolutisht që jeta bashkëshortore dhe në çift ka disa cikle edhe në lidhje me këtë. Unë kam qenë 2 vitet e para të jetës së vajzës shumë e përfshirë, ja kam dedikuar asaj ndoshta në 100% e vet dhe mendoj që nga puna në atë periudhë? Jam tërhequr shumë pak. Unë as 4 muaj nuk kam qëndruar në shtëpi, u ktheva në punën time në administratë publike,
sepse kisha 8 vite që vetëm punoja çdo ditë dhe qëndrimi në shtëpi dhe vetëm me vajzën, arrita që të kisha një përjetim jo shumë të mirë emocional. Vetja më duke shumë e pavlerë, nuk mundesha dot që ta rrotulloja gjithë ditën time në një agjend të cilën nuk e kisha pasur më përpara dhe pash Bruna që po më efektonte emocionalisht ashtu si kundër po më rëndonte shumë edhe psikologjikisht. Ndaj mora një vendim që të paktën disa orë fillimisht mundesha që ta lija me TMM dhe të rikthehesha në punë dal nga dal, më pas sapo vajza kaloi 6 mujorin e parë, unë vendosa që të kthehesha totalisht në atë full time që quhet në punë dhe mendoj që kam bërë mirë sepse në të kundërt nuk do isha e lumtur dhe unë i qëndroj shumë asaj shpreje që një nën jo e realizuar dhe as pak e lumtur nuk është një nën e mirë në fakt, në thelb. Unë sot jam e lumtur edhe ndjej që jam dhe realizuar në atë objektiv që i kisha vendosur vetes. Patjetër që mund të kemi të tjera në vijim, por sot për sot, këtu ku jam, ndjehem e plotësuar dhe e lumtur dhe mendoj që ja reflektoj dhe krenës duke kaluar kohë cilësore me të dhe duke qenë e lumtur pranë saj dhe jo e mërzitur për pengjet mia personale. Ndan shpesh nga jeta jote private në rrjetet e tua sociale dhe ke treguar që ke kaluar një shtatzani jo të lehtë edhe lindja e vajzës gjithashtu ka qenë me komplikacione. Në fakt, ishte një moment shumë i këndshëm kur e ndava këtë moment me ndjekësit dhe gjithë ata që e përqafojnë personin tim më shumë nga rrjetet sociale, jo thjesht si politikane, por ndoshta thjesht si Sara, pikërisht momentin kur në zyrën time elektorale në qytetin e Elbasanit, u shfaq në derë një vajzë të cilën kishim kaluar një periudhë shumë të vështirë bashkë me njëra tjetrën, kishim qenë të shtruara në të njëjtën dhomë në spitalin Koçoglozheni, në maternitetin Koçoglozheni, në një periudhë ku secila nga ne kalonte vështirësitë e veta. Në fakt shtatzania ime ka qenë shumë e mbar në fillim. Ka qenë e qetë, unë absolutisht kam qenë aktive në punë, se si që ceka dhe pak me herët nuk bëj dot pak të pjesë. Dhe deri në fund, deri në muajin e 9 që është muaj në fakt ku duhet jesh edhe më i kujdesshëm, unë kam qenë në krye të detyrës dhe e palodhur. Shpesh edhe koleg, mikesha, por edhe drejtoresha ime atkoh më sugjeronte që të pushoja pak më shumë, por më duket sikur nëse do të pushoja do humbja një ritëm timi normal dhe nuk e bëra. Derisa muajin e fundit më shfaq një problematik, quhet preklampsia, në fakt është një rritje e tensionit që ndodh tek disa gra shtatzan për një sër arsyesh dhe unë isha një nga ato, ka qenë prag vitit ri në fakt, Bruna ka qenë data 2 janar, unë prisa që vajza të vinte rreth muajit shkurt dhe në 2 janar unë pata një rritje të menjëhershme të tensionit. Ka qenë e beft. Ishte e beft, se kisha monitoruar veten me analiza dhe kishte qenë çdo gjë okej, por në një moment caktuar ajo u shfaq dhe u munduam bashkë me doktoreshën time që të shtynim sa të shtynim, thënë në gjuhë shumë popullore kjo që ta kuptojnë ndoshta edhe vajza që po kalojnë të njëjtën periudhë, se e di që është e përhapur në fakt si një lloj rregullimi që mund të ndodhi edhe më herët gjatë shtatzanisë, por fatmirësisht mua më ndodhi vetëm muajin e fundit, ku të paktën bebi nuk mendoj që nuk do të kishte pasoja gjithsesi dhe nëse lindja do të bëhej në atë moment. Në rregull. Deri në 23 janar ne pritëm me shumë durime dhe me shumë vëmendje ndaj çdo analize të mundshme. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mua, por edhe për familjen time në fakt. Megjithatë u harrua shumë shpejt kjo periudhë dhe kjo është e bukur. Por vjen ajo lumturia që e mban në duar, gjithçka duket sikur harrohet. Ajo që kam mësuar shumë prej asaj periudhe nuk ka qenë vetëm sfida ime, se ndoshta sfida ime krahasimisht me vajza tjera që ishin në pavion, mund të ishte edhe më e vogla, mund të ishte edhe më e lehta për të kaluar krahasimisht me vajzat cilat gjendeshin aty që prej ditëve të para të shtatzanisë dhe kalonin një 9 mujor të plot regjim shtrati, specifikisht kështu. Dhe ajo që kam mësuar në fakt nga gjitha ajo eksperiencë ka qenë kjo forcë e jashtëzakonshme që ato kohë dhe më habiste dhe thoja me veten time, po unë do ta kisha bërë dot dhe ishte shumë e çuditshme se si vajza dhe gra, të cilat jo vetëm ato që e kishin për herë të parë një shtatzani, por edhe nëna që e provonin për herë të dytë apo të tretë dhe ndërkohë kishin edhe fëmijë të vegjël të tjerë që i kishin lënë në shtëpi. E mundej ishin që t'i takonin vetëm 1 apo 2 herë gjatë javës.
dhe ndërkohë që ndronin me muaj të tërë në spital, me një forcë të jashtëzakonshme, me një emocion të jashtëzakonshëm, dhe kur vinin nga vizitat e tyre të emocionuara se gjithçka po shkonte mirë, mendoj se tregon shumë për jetën, tregon shumë për forcën tonë si vajza, dhe tregon shumë për atë që ne kemi mundësi të bëjmë me forcën tonë. Dhe duhet të rikthehemi në fakt këtyre episodeve dhe momenteve. Edhe këtij momenti. Sa herë mendojmë që jeta është e lehtë, sa herë kur mendojmë se në fakt të riprodhosh është një akt natyror dhe i zakont, sepse në fakt nuk është ashtu. Dhe nuk është i lehtë për këdo dhe nuk vjen bar për secilën grua dhe në secilën familje. Absolutisht. Çfarë të ka mësuar mëmësia? Çfarë ka ndryshuar tek ti mëmësia? Mësimin e parë e ke marrë pa ardhur në jetë krena. Është e vërtet. Bruna, unë historikisht nuk kam pasur ndroj, ta them dhe me zë të lartë, se e dua shumë veten. Dhe kam qenë një vajzë ambicioze, nuk dua ta quaj egoiste, se konotacioni që ne në Shqipëri japim egoizmit është pak pejorativ, anon tek negativja, dhe do qëndroja me fjalën ambicioze, dhe duke qenë e tillë kam punuar gjithkohës me veten, me objektiva të qarta, me deadlines, një strukturimi vetes dhe jetës time gati perfekt për t'i arritur ato qëllime, dhe jam dedikuar vetes shumë në të gjitha fazat e saj. Dhe nuk kam menduar kurrë që mund të ishte e vërtet ajo që shumë artikulonin, se në momentin që një fëmijë vjen në jetë, kjo është një dashuri më e madhe se çdo dashuri tjetër. E unë mund ta pranoja që mund të ishte më shumë se sa për çdo gjë tjetër, por nuk dija nëse do mund ta pranoja të ishte më shumë se sa ajo që unë ndjeja për veten, për të ardhmen time, ndoshta edhe për karrierën time, për aspiratat që kisha. Kur erdhi krena në jetë, që muajt e parë gjithçka u sheshua dhe gjithçka ishte rreth saj dhe drejt saj, dhe në fakt edhe sot që unë po bëj atë që dua dhe jam e lumtur që po e bëj, pengu që ndjej dhe emocioni që unë kam për vajzën time në çdo sekond që unë jam duke bërë atë që dua, më tregon fakt se ky është mësimi më i madh. Një dashuri më të madhe se kjo nuk ekziston, një përgjegjësi më e madhe se kjo nuk ekziston, dhe merri pak më lehtëshëm gjërat e tjera çfarë të ndodhin, se ti ke një bekim të madh pranë vetes dhe ajo duhet ta marri emocionin tënd kryesor dhe pasionin tënd kryesor. Çfarë duhet të them është që fëmia në jetë dhe vajza ime në jetë më ka ofruar një ndjesi qetësie. Sikur në gjithë rrëmujën që ndodhte brenda vetes time në këtë vrapin për të kapur gjërat, krena është paqja. Edhe sot në fakt kështu ndodh. A është edhe ky pak egoizëm se fëmia duket si preja jone e qetësisë? Mund të jetë, por gjë më të bukur nuk paska. Kështu që më ka ndryshuar rrënjësisht atë që unë kam menduar më parë për jetën, po dhe atë që mendoj në vijim. Jam bërë më emotive, jam bërë pak më e qetë. Edhe sot, çdo gjë që bëj, them apo veproj, e mendoj 2 herë në fakt. Nuk mendoj dot më vetëm për veten. Mendoj çdo gjë në 2. Pas ka ndryshuar shumë krena. Po, kjo është e vërtet. Dhe ka nxjerr në pak versionin tënd më të mirë. Unë kam qenë pak e friksuar në fakt për të qenë nën. Ka qenë më shumë një vendim i bashkëshortit tim që krena të vinte në jetë se sa imi, në sensin e asaj që kam qenë pak e friksuar nga ky ndryshim që mund të merrte jeta. Kisha dëgjuar që ndryshonte shumë, sikur i friksohesha pak. Megjithatë, ne vinim nga një marrëdhënie e gjatë me njëri tjetrin dhe e ndjenim që kishte ardhur momenti që të kishim një fëmijë në jetë, dhe Zoti na bekoi shpejt në fakt me një fëmijë pa u rendur shumë e pa e kërkuar shumë, dhe kjo ishte gjithashtu një fat i madh. Dhe jam këtu për të dhënë një mesazh shumë mirë dhe për gjithë ato çifte dhe vajzat e reja sidomos që ndoshta janë ende në përpjekje. Doja dilni me siguri, me shumë qetësi dhe me shumë dashuri me partnerin tuaj, por që në momentin që krena erdhi e gjeta pak veten të papërgatitur. Edhe ato librat që kisha lexuar, edhe ato... Po duket sikur s'vlejnë fare. E para një herë, se kjo është e çuditshme, po e kam të sigurt që do mbesosh kur ta artikuloj. Kur ti mendon për një bebe në jetë, nuk e mendon aq bebe. E mendon, imazhi që unë kisha në kokë për një bebe që vinte në jetë ishte rreth 6-7 muajsh, pra në atë formë. Po që ke të drejtë. Në atë gjatësi, në atë peshë. Po dhe kur e shikon aq të vogël. Eksakt. Dhe në momentin e parë që bebi vjen, ti e shikon që nuk është as ai bebi që ti mendoje. Dhe këtu ndodh një, amerikanët e thonë mirë, një cultural shock. Pra këtu ndodh një shok kulturor, pikëpari me çfarë ti ke menduar mbi krijesën që ke në dorë.
Pastaj, pa tjetër, edhe me gjithë përgjithësitë që vinë bashkë me të. Kështu që nuk kanë qenë të letë, 2-3 muajt e parë sa unë jam ambientuar me jetën time të re, por, si që thash, për shtrëmin spital, ashtu edhe në këtë aspekt, e di që dhe nënat që po na dëgjojnë do m'japin të drejtë në këtë aspekt, që gjithçka harrohet shumë shpejt. Absolutisht. E di si thoja atëherë, kaq shumë sa po lodhem, e gjithë kjo ngarkesë që kam, unë nuk ka shanse të mendoj për një fëmijë tjetër. Po tani? Tani, sigur më ka hyrë çka i lezeti, po pak më vonë. Pak më vonë, se jemi shumë të angazhuar, edhe dua që patjetër edhe krena të ketë atë pjesë të kohës që unë e kam të pakët, dua që t'ja kushtoj edhe për ca krenë. Sara, asnjëherë nuk i dihet. Patjetër. Mund të vijë edhe shumë shpejt, por mjafton që është dëshira për të patur edhe fëmijë të tjerë në familjen tuaj. Unë vi nga një familje madhe, ne jemi 3 fëmijë, dhe nuk do doja që të mos kalonte edhe krena të njëjtën eksperiencë, qefi dhe argëtimi. Se ka qenë një qefi madh në shtëpi, 3 fëmijë, diverse situata, kështu që do doja që të kalonte edhe ajo të njëjtën ritëm fëmijërie. Tani, mami im nuk ka qenë kaq angazhuar sa jam unë, por unë do përpiqem që të gjej një balancë në vijim dhe me shumë mundësi, me ndihmën e gjithë faktorëve. Unë mendoj që është një dorë që i rregullon disa gjëra. Po zgjidhen lehtësisht të gjitha gjërat. A ishte dikush nga familjarët e tu që të tha, po, ç'të duhet politika tani në këtë moment, kërkon shumë energji, kërkon shumë përkushtim, do t'jesh shumë kohë larg shtëpisë? Ndoshta të gjithë. Ndoshta të gjithë. Të gjithë nga pak? Të gjithë nga pak, të gjithë për pjesën e vet. Në fakt përveç bashkëshortit, ai ka qenë shumë suportues. Edhe duke qenë se nuk kam dhënë intervista tjera të kësaj natyre, do doja në fakt që nëpërmjet këtij emisioni ta falenderoja edhe publikisht, sepse e para nuk është e lehtë që të suportosh partnerin tënde në një ndërmarrje kaq të madhe, kaq mediatike, kaq jo private, por nga ana tjetër nuk është ta bësh këtë edhe në një vend si Shqipëria, ku ende fatkeqësisht një burr është lehtësisht i paragjykueshëm nëse suporton partnerin e tij për të qenë një karrieriste, për të qenë një vajzë që do të arrijë synimet e veta, edhe të mundet të uli pak ritmin e vet të karrierës në mënyrë që të parakaloj partnerja. Paragjykohet nga rrethi i afërt apo nga ata më larg? Unë mendoj që paragjykohet në përgjithësi, mentaliteti jonë ekziston. Rrethi ka qenë suportues ndoshta brenda sepse e kanë ditur këtë ndërtimet ka hershme. Edhe e kanë menduar që unë një ditë do ta shkrepe, do shkoj drejt asaj që doja. E kam artikuluar shumë herët dëshirën për të qenë pjesë e politikës dhe ata kanë qenë të mësuar me këtë dëshirë, por ndoshta edhe kanë menduar se do flinte gjithmonë si një ëndër. Por jo, erdhi momenti dhe ky ishte momenti. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në bisedë.